Në zemër të Zvërnetësit fshihen tunelet ushtarake të periudhës së komunizmit, një rrjet betonizimi i ndërtuar për të përballuar sulme që nuk erdhën kurrë. Dikur zone rreth ushtarake, sot ato hapësira të ftohta mbeten dëshmi të një epoke të tensionuar, ku paranoja e sistemit u kthye në arkitekturë betoni. Tunelet me korridore të gjata, kthina të mbyllura dhe hyrje të maskuara kanë vite që qëndrojnë të braktisura. Disa prej tyre janë të shembura, të tjera të mbuluara nga vegjetacioni, por të gjitha mbartin një kujtesë e heshtur stërvitore, armëve të fshehura dhe frikës nga armiku i padukshëm. Banorët e zonës dhe turistët që eksplorojnë Zvërnetësin i shohin këto tunele si potenciali i pashfrytëzuar. Me pak investime dhe restaurim, ato mund të shndrojnë në një atraksion historik unik, ashtu si shumë vende në Evropë, ku bunkerët e luftës së ftohtë janë kthyer në muze, galeri arti apo guid kulturore. Mes pyjeve të Zvërnetësit, aty ku drita filtrohet mes pishave dhe era si Llarom deti, fshihen tunelet që dikur ishin krenaria e mbrojtjes ushtarake shqiptare. Të gdhendur në thellësi të Kodrës, këto korridore të gjata betoni u menduan si stres, si mburoj, si një rrjet i padukshëm që do t'i rezistonte kohës dhe kërcënimeve të epokës. Sot koha i ka zbardhur muret dhe ka shuar zërat që dikur gumzhinin brenda tyre. Tunelet e Zvërnetësit duken si një labirint i heshtur, ku çdo hap e rikthen vizitorin pas në kohë. Dyshemeja e ftohtë, muret që mbajnë gjurmë myku dhe korridoret që humbin errësirë t'i japin ndjesinë se këtu koha është ndalur për shumë kohë. Në dekadat e izolimit këto tunele strehuan pajisje, magazina, poste komandimi dhe një frikë të pashprehur, ajo një lufte që nuk ndodhi kurrë. Sot ato nuk mbajnë më as armë, as ushtar, por vetëm kujtime, gjurmë çizmesh, kablo të vjetër, shënime të zbehura në mure. Gjithçka që ka mbetur është thjesht betoni, por dhe betoni ka shpirt kur e ka prekur historia. Tunelet hetojnë heshtur hapat e rrallë të vizitorëve të guximshëm që hyjnë për të përballur me një kohë që nuk kthehet më. Jashtë, pylli jeton, zogjt këndojnë, Zvërnetësi frymon. Brenda jeta është ndalur, sikur muret presin ende një alarm që nuk do të bjerë më. E megjithatë ka një bukuri të çuditshme në këtë braktisje, një poezi betoni që nuk është shkruar me stirolaps, por me frikën dhe ambicien e një epoke. Tunelet e Zvërnetësit nuk janë thjesht ndërtime ushtarake, janë kujtesë. Janë dëshmi e një realiteti të vështirë, një kapitull i historisë sonë që sot mund të shihet, të preket, por jo më të përjetohet. Kush hyn aty brenda për pak qaste, ngjan sikur gjen veten mes dy kohëve, të shkuarës që flet dhe të tashmes që het dritë mbi të. Sepse Zvërnetësi nuk është vetëm natyrë dhe manastir, është edhe një histori, e mbetur në gjysmë, e shkruar në beton dhe lënë në mëshirë të kohës.